Të gjithëve, zbuluar piramida më e vjetër në botë dhe po tërbon shkencën. Pse? Sepse deri kur flet për konspiracion, çdo gjë është okej, por ti kur flet në mënyrë shkencore dhe e publikon atë, atëre gjithë bota të hidhet përmbys. Jo gjithë bota, por ata që vendosin, dhe tani do ju tregoj se çfarë ka ndodhur dhe që të kuptojmë se kush drejton atje sipër. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Në Indonezi është zbuluar piramida më e vjetër në botë. Pra më e vjetra që është është studiuar në mënyrë shkencore dhe e konfirmuar që është më e vjetra në botë. Është 27.000 vite e vjetër. Por dëgjoni sepse ka disa çuditëra kjo piramidë. Kjo piramidë në Indonezi quhet Gunung Padang. Gunung Padang. Dhe Gunung Padang, kjo piramida, është zbuluar u zbulua fillimisht në vitin 2011 me disa aparatura dhe pastaj në 2014 u zbulua totalisht që e pastruan. Dhe një studiues, Danny Hillman, një studiues gjeolog i shtetit indonezian, bëri një studim të hollësishëm. Ai drejtoi studimet, por një grup studiuesish me aparatura, me të gjitha, me një grup studiuesish që erdhën edhe nga Meksika, etj. Dhe bën një studim të hollësishëm se kur u ndërtua kjo piramidë. Kanë gjetur disa metale brenda kësaj piramide. Për të lidhur gurët, në mes të gurëve, pra nga një gurë në tjetrin, ka disa hekura, si mund të quhen, por është hekur i shkrir. Ata zbuluan që ky hekur është i shkrir, pra i shkrir brenda gurëve. Por çudia e këtij misteri është që si mund të shkrijej ky hekur brenda gurëve kur gurët janë vendosur aty. Pra në momentin që janë vendosur, pas vendosjes së gurëve, kanë shkrir këtë hekur. Dhe ky ishte misteri i parë që ata hasën. Si është e mundur? Sepse nëse guri është vendosur aty, është shkrir më vonë metali. Si është e mundur? Sepse me teknologjinë që ne kemi sot dhe nuk mundemi të bëjmë një gjë të tillë. Por prisni sepse nuk mbaron këtu. Sepse nga momenti që zbuluan, do t'i them zbulimet e tjera që kanë bërë, por nga momenti që zbuluan dhe ky Danny Hillman e publikoi në mënyrë shkencore të gjitha zbulimet që ata bën në mënyrë shkencore, me studiues, me emra, me të gjitha, me aparatura. E di çfarë i thanë? I thanë, zhduke me njëherë, hiqe me njëherë, e morën me njëherë në telefon, edhe hanno oscurato il sito, nuk më vjen tani në shqip, e bllokuan website-in me fjalë atë faqe që flet për piramidën, pra për piramidën Kungun. Dhe u thanë, hiqe atë studim dhe mos ta shohim më. Më falni pak, kush janë këta që thonë, që përcaktojnë, ose që vendosin, në qoftë se ti duhet ta mbyllësh diçka apo jo, kur ti ke të drejtën si të gjithë të tjerë, sepse ke lindur në këtë planet, ke lindur në këtë botë, ke bërë studimet këtu, je diplomuar dhe ti e njeh mirë punën tënde. Atëre kush janë këta që vendosin se çfarë do të bësh ti? Dhe pse nga vende të huaja? E kanë marrë fillimisht e morën 2 vende të huaja, nuk po ju them vendin, por e fundit ishte një telefonat që i erdhi nga shteti më i fortë. Dhe i thanë, boll tani me këtë studim që e morën vesh që ti ke bërë këtë studim, por duhet të heqësh, pse do të themi se përse. Sepse nuk mund të ndryshojmë tekstet shkollore. Nuk mund të ndryshojmë të gjitha tekstet shkollore. Pse? Sepse duhet filloj historia nga e para. E dini pse? Sepse historia që na është mësuar ka filluar që nga kohërat kur u fillua shkolla deri sot, që shesin një histori që nuk është ajo. Tani, i kujt është faji ne pak rëndësi ka, por e rëndësishme është ajo që ka ndodhur, sepse si është se mundur ti që sot të mësojnë që ti të studiosh diçka që është e gabuar. Si? Ne jemi në vitin 2026 dhe shkollat janë mbushur plot e përplot me studime që shumë prej tyre janë falso, janë fake, dhe pastaj të mësojnë në rrjetet sociale, apo në lajme, apo në studime, apo në shkencë, të mësojnë që ti nuk duhet të publikosh gjëra fake. Më falni. Sepse kjo është një kundërsens. Sepse ti në qoftë se je ti i pari që më mëson këto dhe unë nuk mund të marr dot diplomën në qoftë se nuk i mësoj këto studime që ti më dikton,
dhe ti ke gabuar në këto studime, atëre çfarë bote është kjo? Çfarë po më mëson ti? Shikoni, përveç studimit të piramidës atje, pra të hekurave që gjetën, ata gjetën dhe mënyrën e të vendosurit të gurëve. Gurët të vendosur në atë forum, si që janë vendosur dhe piramida, të kjo piramida në Indonezi, pra në Kunung, Padan, tregon, si pas studiuesve, e gjeni, këtë janë të dhëna që i gjeni gjithandej, si pas studiuesve, tregon që është një mënyrë ndërtimi e panjohur nga shkenca, sepse mënyra e të vendosurit gurët ashtu, në mënyrë në kënd 45 gradë dhe një gur nga 1 deri në 2 ton, një gur i vetëm nga 1 deri në 2 ton, krijon një rezonancë magnetike të një fushe tepër të fortë, pra të një vibrimi tepër të fortë, ku brenda piramidës, ashtu siç edhe piramidat e tjera që kemi bërë në permisione, brenda piramidës, përveç se ruan një vibrim konstant 8 Hz brenda piramidës, ashtu siç edhe në gjithë planetin po flas, sepse ndryshon, në disa vende ndryshon, por në qoftë se ti je brenda kësaj piramide, qëndron brenda kësaj piramide, emeton një lloj në këndin në 1/3, okay, e këndit, emeton një lloj vibrimi që ngadalson vdekjen e qelizave. Pra, e njëjta gjë që ndodh edhe me piramidën e Keopsit, me njëjta gjë që ndodh edhe me piramidën e Diellit në Bosnjë. Duhet të dini që në Bosnjë, para kur fola me doktor Osman Agjic, Amir Osman Agjic, Samir, më falni, ai më tha diçka që beta. Tha, unë kam bërë studimet së bashku me një grup gjeologësh, fizikantësh, studiuesish të mirëfillt, dhe i kemi prova që këto piramida janë ndërtuar, piramidën të Bosnjës po flas, rreth 30.000 vite më parë, sepse të gjitha sendet që kanë gjetur tregojnë që ajo është koha, ajo është jeta e kësaj piramide, e piramidës së Diellit të paktën. Dhe e njëjta gjë ka thënë edhe Robert Duval, pra ai që ka studiuar piramidën e Keopsit, që e hodhën poshtë mendimin e tij, sepse pikërisht për këtë. Kur e thoshim ne në emisionin Enigma, duke si palavër, por sot po i them që ka ndodhur para pak vitesh kjo gjë, pra në Indonezi, dhe tani i kanë thënë që taj, sepse në vitin 2014, kur zbulua totalisht piramida, u deshën 10 vjet për të studiuar se si është ndërtuar kjo piramid, kur është ndërtuar kjo piramid, mbi të gjitha. Dhe rezulton 27.000 vite e vjetër, me dokumenta, e studiuar me dokumenta, dhe ka tërbuar shkencën konvencionale, dhe këta tani i thonë hiqe, sepse ne nuk mund të ndryshojmë dot ato mësimet shkollore. Është turp i madh ta mendosh që ne ku jetojmë, në çfarë bote jetojmë, sepse në qoftë se ka patur një civilizim më të zhvilluar në atë kohë, sepse nga këto studime duhet të dini diçka. Dikush nga ju mund të thotë, më mirë, pse nuk i tregojnë këto? Sepse po t'i tregojnë këto studime, kuptohet që ka jetuar një civilizim shumë më i zhvilluar se sa tani. Se kush ka qenë ky civilizim, ne nuk e dim. Me fjalë, për momentin janë vetëm hipoteza, por e vërteta është që ka qenë një civilizim shumë herë më i zhvilluar se sa tani. Dhe askush nuk e di se kush ka qenë. Disa thonë janë alien, ose kanë qenë alien. Disa thonë që ne edhe sot, që gjejmë me qindra objekte të quajtur OO-part, të një civilizimi tjetër. Si Antikitera, për shembull, që keni kuptuar që në Antikitera, që kanë gjetur në ishullin e Greqisë, kanë gjetur atë diskun që tregon në mënyrë perfekte lëvizjet e diellit, lëvizjet e planeteve, lëvizjet çdo gjë. Si mund ta bënin ata 4000 vite më parë? Pra kush do ta bënte në radhë të parë, kur të gjithë njerëzit jetonin nëpër guva. Nuk është aq i vjetër, por tregohet që është shumë më i vjetër, por e kanë gjetur dhe vendosin gjoja një datë të caktuar që mos të bëjnë si mund të quhen probleme në historinë e njerëzimit. Megjithatë, unë doja t'ju pyesja juve. Në këto studime që kanë gjetur, për shembull, edhe këtaj të piramidës së Indonezisë, përveç se edhe asaj
në Bosnjë. Pse studimet e mirëfillta thonë që hiqe dhe nuk i pranojnë? Për çfarë arsye nuk i pranojnë? Pse nuk mund të pranojnë studimet e mirëfillta të bërë nga studiues me të vërtet serioz? Pse? Këtu lind pyetja dhe unë doja që ta diskutoj me ju për të kuptuar që ka diçka atjetej që duan të mos të njihet. Nuk e di për çfarë arsye, por kjo është e vërteta. Pres komentet tuaja, kalofshi një ditë bukur dhe një javë të bukur. Punë të mbarë sot.